ish kryetari i Bashkisë së Tiranës, zoti Erjon Veliaj, ka marrë një lajm shumë të rëndësishëm dhe pozitiv në lidhje me çështjen e tij penale pas një periudhe të gjatë hetimish dhe analizash nga institucionet. Përkatëse Prokuroria e Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, e njohur ndryshe si SPAK, ka vendosur lirimin e zotit Veliaj për shkak të mungesës së provave të mjaftueshme që mund të vërtetonin akuzat e ngritura ndaj tij. Ky zhvillim është pritur me interes të madh nga opinioni publik dhe ka nxitur një vallë reagimesh në media dhe rrjetet sociale. Reagimi i parë publik pas vendimit të lirimit erdhi nga bashkëshortja e zotit Veliaj, e cila në një deklaratë emocionuese për mediat shprehu lehtësimin dhe gëzimin e saj për këtë vendim. Ajo theksoi se drejtësia më në fund u vendos dhe se gjithçka që ata kanë arritur në jetë është rezultati një pune të ndershme dhe përkushtimi afatgjat. Ne nuk kemi bler asgjë përkundrazi, çdo gjë e kemi ndërtuar me djersën dhe mundin ton, u shpreh ajo, duke mbrojtur integritetin e familjes Veliaj në një moment të ndjeshëm për ta. Nga ana tjetër, edhe vetë Erjon Veliaj ka dalë në një deklaratë publike ku falenderoi drejtsinë shqiptare për trajtimin e çështjes në mënyrë profesionale. Ai theksoi se ky moment nuk është fundi i rrugëtimit të tij politik, por përkundrazi një pikëthese për të ardhmen. Unë nuk kam për të ndaluar këtu. Kam ende shumë për t'i dhënë këtij vendi. Synimi im është të vi në shërbim të shqiptarëve në nivelet më të larta të qeverisjes dhe nuk përjashtoj asnjë mundësi përfshir edhe postin e kryeministrit, deklaroi Veliaj me një ton të vendosur dhe të qartë. Ky vendim nga SPAK pritet të ndikojë ndjeshëm në panoramën politike të vendit, sidomos në periudhën që i paraprin zgjedhjeve të ardhshme. Lirimi i Veliajt e rikthen atë në arenën publike si një figurë me potencial për të ndikuar fort në zhvillimet e ardhshme politike. Megjithatë, një pjesë e opinionit mbetet skeptike, duke kërkuar më shumë transparencë dhe hetime më të thelluara për të garantuar që drejtësia të mos shihet si selektive. Po ju, çfarë mendoni për këtë situatën? Komentoni mendimin tuaj dhe mos harroni të bëni like dhe subscribe.